Policia ndaloi shtetasin e shpallur në kërkim LSH 60 vjeç, pasi gjykata e Shkodrës i ka caktuar masën e arrest me burg për veprën penale, vepra të turpshme. Shpallën në kërkim shtetasin HP 28 vjeç, pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me automjet biçikletën me të cilën lëvizte një 64 vjeçar, i cili është dëmtuar lehtë. Punohet për kapjen e 28 vjeçarit. Referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin BB 50 vjeç, si dhe për shtetasin JS 21 vjeç dhe JS 42 vjeç. Babe Bir, dy shtetasit për motive të dobta i kanë dëmtuar automjetin 50 vjeçarit dhe për këtë arsye ky i fundit është konfliktuar me ta. PM, 34 vjeç, banues në fshatin Bleran, pasi ka vjedhur një biçikletë që është gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale. GSH, 34 vjeç, pasi nga kontrollet e kryera në bashkëpunim me shërbimet e OSHE, në banesën e tij u konstatua lidhje e paligjshme e energjisë elektrike. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.